Kujt i lejohet të mos agjeroj muajin e Ramazanit? Zoti i plotfuqishëm e ka veçuar muajin e Ramazanit nga muajt tjerë, duke e bërë obligim agjerimin në këtë muaj. Vetëm se duke pasur parasysh se ka njerëz me justifikime, atëherë Allah xhaleshanehu ashtu siç e ka bërë obligim agjerimin për ata që mundin të agjerojnë, po ashtu disa persona i ka liruar nga agjerimi i këtij muaji. Ndër personat të cilët janë të justifikuar dhe të liruar nga agjerimi i këtij muaji janë të sëmurët. Sa i përket të sëmurit, ai person i cili është i sëmur dhe ka frikë se do i përkatësohet gjendja e shëndetit e tij, apo se do i ngadalësohet shërimi, ai është i liruar nga agjerimi i këtij muaji. I sëmuri në qoftë se e frikësohet se do i përkatësohet gjendja, apo se do i ngadalësohet e sëmundja, atëherë ka drejtën e mos agjerimit të Ramazanit, duke u bazuar apo duke u mbështetur në përvojën e tij që ka pasur më herët, apo edhe në përvojat e ndonjë personi tjetër i cili e ka sëmundjen e njëjtë, apo duke u mbështetur në dëshminë e ndonjë mjeku profesionist i cili është musliman. Ashtu si i smuri që lirohet nga agjerimi i muajit Ramazanit, pa ashtu edhe 7 zena dhe gjithëdhënësja lirohen nga agjerimi i këtij muaji. Mirë po kushtëzohet që këto të dyja të kenë frikë për shëndetin e tyre ose për thoshnjën e tyre. Dhe në rast se ato nuk e agjerojnë këtë muaj, atëherë kushtëzohet që pas muajit Ramazanit t'i kompensojnë këto ditë të cilat nuk i kanë agjeruar gjatë muajit të Ramazanit. Ndër personat e justifikuar është edhe i moshuari, i cili nuk mund të agjerojë. Por përderisa personi i tillë nuk mund të agjerojë, atëherë ai është i obliguar që për çdo ditë ta ushqej nga një të varfër. Gjithashtu kena edhe udhëtorin, i cili ka vendosur që të udhëtojë mbi 82 km. Dhe ka vendosur që në atë vend ku ka marrë rrugëtimin, që të qëndrojë më pak se 15 ditë. Kështu që ky person është i lirë që të mos agjerojë gjatë udhëtimit, por nëse agjeron, agjerimi i tij është më i mirë. Dhe pasi që të përfundon Ramazani, ky person ka për obligim kompenzimin e atyre ditëve të cilat nuk i ka agjeruar. Ndër justifikimet është dëruria dhe etja e madhe nga e cila rrezikohet shëndeti i personit. Mirë po kushtëzohet që personi mos të ketë shkaktuar këto dy gjëra vetvete. Kështu që personat të cilët merren me punë të rënda fizike, kërkohet nga ata që ta ulin ritmin e punës gjatë muajit Ramazanit. Dhe mundësisht ta lënë punën nëse është e mundur, përndryshe nëse është e pamundur lëndja e punës gjatë këtij muaji, atëherë ta ulin ritmin. Dhe nëse vjen deri në atë shkallë që uria dhe etja bëhet e madhe, atëherë lirohen nga agjerimi. Mirë po këta persona duhet të kenë kujdes që fillimisht gjatë çdo dite duhet ta fillojnë të agjerojnë dhe në rast se nuk mundin të agjerojnë, atëherë kanë drejtën e mos agjerimit. Dhe pas muajit Ramazanit e kanë për obligim kompenzimin e atyre ditëve. I sëmuri i cili nuk e ka agjeruar gjatë muajit Ramazanit është i obliguar që t'i kompenson ato ditë të cilat i ka lënë pa agjeruar.